Djen ora 18:30 zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 61 vjeçar nga Tetova. Gjatë kontrollit në shtëpinë e tij në Tetov të kryer me urdhër gjyqësor është gjetur dhe konfiskuar një lëndë pluhur. Djen orën 10 në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 28 vjeçar nga fshati Poroj Tetovës. Ai kërkohej me urdhër gjyqësor për vuajtje të dënimit me burg për vepër penale të kryer sipas nenit 133 të Kodit Penal, pas së cilës është dërguar në institucionin dëshkues përmirësues Burgu i Tetovës për vuajtje të dënimit. Djen orën 13 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një grua 27 vjeçare nga Tetova ka denoncuar se më datë 11 maj, rreth orës 18, është thirrur nga një person për t'u takuar me qëllim që gjoja të denonconin keqpërdorim të dhënave personale në polici, përkatësisht hapjen e një profili të rrem në rrjetet sociale, ndërsa kur ka hyrë në automjetin që drejtohej nga personi, ka vërejtur një person mashkull në ulsen e pasme. Sipas denoncimit në vend të stacionit policor, ata janë drejtuar në një drejtim tjetër, me çrast i kanë dërguar kërcënime dhe kanë tentuar t'ia marrin telefonin celular për shkak të dyshimit se ajo qëndron pas profilit të rrem në rrjetet sociale. Pas një kohe e kanë kthyer në Tetov. Djen orën 14 zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 71 vjeçar nga Bosnia dhe Hercegovina, duke vepruar sipas denoncimit paraprak të një 32 vjeçari nga fshati Reqice Vogël e Tetovës, se ajo i ka dërguar kërcënime. Ajo është mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojë kallëzim përkatës. Djen orën 20 në stacionin policor Gallat është denoncuar se ka shpërthyer zjarri në një objekt të braktisur i shtëpi e kulturës në fshatin Vrapçisht. Ka ndërhyrë njësia territoriale kundër zjarrit nga Gosivari dhe zjarri është lokalizuar, ndërsa nuk ka persona të lënduar. Djen orën 20:40 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 40 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se në oborin e një shkolle fillore në Tetov, djali i tij i mitur është sulmuar verbalisht e më pas edhe fizikisht. Djen orën 20:10 në sektorin për punë të brendshme Tetov nga Spitali i Klinikit Tetovës është denoncuar se tek ata me lëndime për dhënje të ndihmës mjekësore ka ardhur një 38 vjeçare nga Tetova. Sipas denoncimit, pas një mosmarrveshjeje paraprake në trafik në rrugën Vëllezrit Miladinovi, ajo është sulmuar fizikisht nga një person i gjinisë femrore. Sot në mëngjes në orën 3:35, zyrtar policor nga Departamenti për punë të brendshme Gosivar kanë privuar nga liria një 22 vjeçar nga fshati Debresht. Ai është kapur duke drejtuar automjetin e udhëtarëve BMW me targat Gosivarit, edhe pse kishte mast të shqiptuar për ndalimin e drejtimit të mjetit motorik. Automjeti është konfiskuar dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të vijojë kallëzim përkatës. Djen një 31 vjeçar nga fshati Zhelin e Tetovës ka paraqitur ankesë kundër një zyrtari policor i cili nuk ka qenë në detyrë se në rrugën Iliria në Tetov i është drejtuar me ton të lartë dhe e ka ofenduar për shkak të një mosmarrveshjeje rreth parkimit. Njëkohësisht zyrtari policor ka denoncuar se shoferi i automjetit Fiat ka prishur rendin dhe qesin publike me sjellje arrogante dhe i ka penguar daljen nga parkingu.